Përshëndetje, doktor. Përshëndetje. Mirë se ardhe në Korçë. Të uroj shëndet dhe jetë gjatësi të madhe. Faleminderit. Një përshëndetje të veçantë bëj për gjithë deputetët e qarkut të Korçës, të cilët i njoh. Po njëkohësisht nuk do të le pa përmendur të gjithë ata që kryetari Degës përmendi në fjalimin e tij, mbasi i kam njohur dhe kam patur bashkëpunëtor të ngushtë që në vitet e para të demokracisë. Kam qenë pjesëmarrë dhe në festën në Tiranë, doktor, me rastin e 35 vjetorit, mbasi komisioni më kishte ftuar atë festë si kontributor. Doktor, 2 vjet e ca përpara jemi mbledhur në këtë sallë, ku nuk kishim as sigël, as vulë, as gjë. Ishim krejtësisht pafuqishëm, deputet nuk kishim më shumë se një 5-6 deputetët, dhe mendonin njerëzit se neve do të shkrihemi përfundimisht dhe do të vejmë pas Luzim Bashës. Por ja ku jemi sot më të fortë se kur. Dhe këtë përgjegjësi dhe këtë të takon tyne, mbasi bojkotove edhe poshtë dhe pushimet, zgjedhjet i ktheve në farsë, me zë dhe figurë, dhe e bere që Partia Demokratike sot jetë me fortë se kur. Nder dhe respekt, doktor. Dikush mendonte se mbas zgjedhjeve Partia Demokratike do shpërbehet. Nuk organizon dot protesta, sepse nuk i vjen njerëzit. Dhe nuk kuptonin që neve do të prismi sa dilte raporti përfundimtar. Dhe ja ku e treguam veten para një jave. Me një qik organizim më tepër, doktor, mund shpimin edhe aq veta. Me këtë rast, mbasi shumë njerëz edhe mbetën që kishin dëshirë të vinin, po nuk erdhë, se s'morën vesh. Pavarësisht që njoftimi i zhven në televizion, po duhet njoftime nga afër tek njerëzit. Unë i bërthirje deputetëve të sakrifikojnë qik muajin janar dhe nga financa e tyre. Sepse fshatarët janë pa para pa gjë, mjafton të garantohet udhëtimi dhe jam i bindur që mund të shpjemi edhe aq sa ishim. Doktor, isha dhe në protestën e 22 vjetorit, fola edhe në një televizion, dhe mbas mbarimit, mbas 2-3 ditëve, patronazhistët edhe na kërcënuan, nuk i intereson të pjesëmarrja, se u çuditën nga pjesëmarrja, mendoni që do të dështojmë, po neve jemi mësuar me fjalët e tyre. Do t'i përgjigjesha në rrjetet sociale, po disa miq më thanë jo, mos bjerë në nivele tyre, sepse ata janë në gamat e fundit të sistemit, dhe nga goja e tyre me gjithmonë çdo fjalë që nxjerrën mban erë fëdhiqësirë. Doktor, ka erdhur koha, do flas edhe 2 fjalë për atë gjykatën kushtetuese, në rast se më lejon. Mendomin që do të ishte një gjykatë me integritet, po pas kemi gabuar. Dhe ajo vërtetovi që gjykatat janë të kapura dhe sistemi i drejtësisë është i dëshuar. Marrëm shembullin e vendimit që mori për Lubi Ballukun. Nuk i kërkon të njeri ta cilëson të fajtore ose jo. Por me fjalor që përdori, ajo gjykat po t'ish me integritet, duhet të vendoste që ajo le mos dënoje kur nga gjykatat, po me në zyrën e qeverisë të mos bënte pjesë. Vetëm nga fjalori që përdori. Sepse na del që njëra thotë bën filma kështu, lakurit me duan në gjepet dhe mban postin e ministres, kjo na thot ca fjala më të pastra, më të pista, dhe atëre na del që s'dim çfarë qeveri ka qenë kjo, mos ka qenë ajo qeveri e kesë pika. S'ka që s'na nxjergohet ta themi. Ashtere jemi qeverisur me qeveri të këtillë. Dhe duke përfunduar, do të them dhe një gjë, doktor. Situata ka erdhur në favorin tonë. Në qoftë se gjerdje dhe arbitri ndërkombëtar na penalizonte me kartonat kuj dhe me penalti, sot arbitri po e gjykon ndeshjen në mënyrë të barabartë. Bile na ka dhënë dhe avantazh, kemi drejtën e Zotit, të ligjit, të moralit për ndërhyrë dhe me forcë për të arzuar këtë qeveri. Faleminderit zotëri për të dëgjuar.